Kështu çelësi i parë për mrekullin është lutja, gjithmonë lutemi, kjo është pjesë e çdo gjëje. Dhe më pas, mos u lutni që Perëndia të rregullojë gjërat për ju, por lutuni që t'ju tregoj të vërtetën. T'ju tregoj se cili është problemi i vërtetë. A është ndonjë në këtë sallë këtu sot, apo ndonjë që na sheh në televizion që ka nevojë për një mrekulli në jetën e tij? Sa nga ju po i kërkojnë Perëndis t'u jap një mrekulli? Mirë, ky ka për të qenë një takim i lumtur, sepse do t'ju pëlqejë çdo gjë që unë do të them, ose ndoshta nuk do t'ju pëlqejë asgjë. Mund të mos jetë një takim i lumtur tani, por është një nga ato mesazhe që nëse e zbatoni, një vit më pas, ose 2 vite më pas, ose 6 muaj, do t'jeni shumë më të lumtur nga sa jeni tani. Jo çdo gjë që dëgjojmë na jep gjithmonë ndjesi të mira. Ndonjëherë duhet të dëgjojmë gjëra që na bëjnë të djersim pak aty ku jemi, madje edhe të zemërohemi me predikuesin për disa minuta. Sepse kur ata na thonë diçka që s'na pëlqen, zemrohemi lehtë me ta. Por besoj se ju do të shihni të vërtetën në ato që do të them. Gjëja kryesore që dua të them është se nëse doni një mrekulli në jetën tuaj, një mrekulli financiare, një mrekulli në shëndet, një mrekulli në marrëdhëniet tuaja, cilado qoftë fusha ku doni një mrekulli, gjëja e parë duhet të jetë lutja. Por kur mos u lutni dhe mos e kërkoni Perëndis diçka, nëse nuk keni ndërmend ta dëgjoni atë që ai ndoshta do t'ju kërkojë të bëni, që në fund do të sjell atë mrekulli. Do ta them përsëri. Dëgjoni, ideja që kemi për lutjen është lutu dhe i thuaj Perëndis të bëj çdo gjë. Kur kemi bërë atë që kemi përgjegjësi të bëjmë, kemi të drejta edhe merakun mbi Perëndin dhe të presim që ai të bëjë atë që s'mundemi ne. Tek Efesianëve 6, kjo është e thënë shumë qartë. Është një kapitull mbi luftën frymërore dhe armatimin që Perëndia na ka dhënë. Shumë mësime të çmuara tek Efesianëve 6, por më pëlqen ajo që thuhet në fillim: merreni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni, të qëndroni fort. Shumë herë njerëzit thonë, ne po rezistojmë, por a e keni kryer përgjegjësinë tuaj? A e keni bërë atë që duhet të bëni? Ja një histori. Vite më parë kishim bankete, kishim takime të tilla, por sigurisht jo kaq të mëdha. Dhe të gjithë uleshin rreth tavolinave dhe shërbenin vakte dhe ishte më shumë në fundjava. Shumë nga këto bëheshin në konferencat e grave ose takimet mbi martesat. 6, 7, 8 gra uleshin në një tavolinë dhe një zonjë erdhi në fund të konferencës dhe më tha: unë mësova një mësim të madh. Tha, siç bën vetëm Perëndia, më vuri në tavolinë me shumë njerëz, të cilët kishin pasur të njëjtat probleme të ngjashme që unë kisha pasur dhe vinin nga e njëjta e kaluar që kisha pasur edhe unë, e abuzuar dhe keq trajtuar. Ajo tha, ja ndryshimi midis meje dhe atyre. Unë i dëgjova të flisnin për problemet që kishin. Perëndia u tha të bënin këtë dhe ato e bën, u tha të bënin atë dhe ato e bën. Dhe shtoi, Perëndia më tregoi mua atë që u tregoi atyre, por unë nuk e bëra kurrë. Thjesht po e them këtë që ta mendoni. Nëse këpucët s'ju bëjnë, mos i vishni, por mendoj sa njerëz që janë në këtë sallë pikërisht tani, sa njerëz e dinë se Perëndia u ka thënë të bëjnë diçka, apo të mos bëjnë diçka, dhe ata ende po luten, por nuk kanë vepruar për të bërë atë që Perëndia u ka thënë të bëjnë. E po, pa shiko, mirë. Nuk dua të jem e keqe,
Por e kam të vështirë të më vi keq për ju. Sepse thelbi është se ne jemi partner me Perëndin. Ai nuk është thjesht babagjyshi ynë qellor, të cilit i japim listën tonë çdo vit dhe ulemi e presim derisa të plotësojë të gjitha nevojat tona. Nuk funksionon në këtë mënyrë. Dhe unë mendoj se shumë njerëz janë mashtruar duke menduar kështu. Unë isha në kishë për një kohë shumë të gjatë dhe dija shumë për gjëra doktrinale të kishës, kisha një themel të mirë mbi shpëtimin, por nuk dija asgjë nga këto gjëra që di tani. Mendoja se çdo gjë që ndodhte e bënte Perëndia dhe nëse diçka duhet të ç'bëhej, ai do ta ç'bënte. Nuk kuptoja asgjë në lidhje me përgjegjësinë time, se dija se mund të dëgjoja nga Perëndia. Dhe shumë njerëz se pëlqejnë mendimin se mund të dëgjojmë nga Perëndia. Vërtet, kur flisni me Perëndin është një lutje. Por kur Perëndia ju flet juve, jeni psikopat. Vërtet, është e çuditshme si veprojnë njerëzit dhe se si të shohin kur u thua Perëndia më tha ose Perëndia më tregoi. E po, kush kujton se je ti? Vërtet, në të gjithë Biblën flitet për këtë. Dhe Perëndia i tha Mojsiut, i tha Abrahamit, dhe Perëndia i tha Jakobit, Perëndia i tha Davidit, Perëndia i tha Jozefit. Vërtet, ky është testamenti vjetër, tani ai jeton brenda nesh dhe ne mund të mos dëgjojmë fjalë me zë të lartë, por Perëndia na flet neve. Dhe një nga mënyrat se si Perëndia na flet është interesante. Një nga mënyrat si Perëndia na flet, dhe dua të jem e kujdesshme, nuk dua të jap askujt idenë e gabuar, por një nga mënyrat si Perëndia na flet është përmes mendimeve tona. Kështu ato kthehen në një mendim që nuk largohet. Ndoshta është diçka që duhet ta bëjmë për një person, dhe ky mendim s'largohet, edhe kur na del gjumi në mes të natës, ai është aty. Jeni rrugës për në punë dhe ai është aty. Ndoshta është diçka që Perëndia do që ne të bëjmë dhe është një mendim i ndryshëm nga mendimet tona që na sillen nëpër kokë. Është një mendim për të cilin e gjithë fryma jonë është dëshmitare dhe ne e dimë se kjo është diçka që është shumë e nevojshme ta bëjmë. Kjo është bukuria e të pasurit frymën e shenjtë brenda nesh, që ne të mund të dëgjojmë përshpërimat e buta të frymës së shenjtë. Ai se ka zakon të na bërtas e të na detyrojë të bëjmë diçka. Ai na e përshpërit atë që dëshiron që ne të bëjmë. Ai na udhëzon dhe pastaj pret që ne ta bëjmë. Zoti kur zot na kërkoj të bëjmë diçka, nëse s'na jep hirin ta bëjmë atë. Kur zonja e ulur në atë tavolinë kishte të njëjtën aftësi t'i bindej Perëndis si edhe gratë e tjera, por për ndonjë arsye ajo ende kishte ngecur në mendimet e gabuara të mëparshme që i thoshnin lutje do të thotë ti kërkosh Perëndis dhe ai të bëjë çdo gjë. Tani ka shumë gjëra që Perëndia bën që ne s'mund t'i bëjmë, por pasi ti kemi bërë të gjitha ato që mundemi, duhet të qëndrojmë fort në vendin tonë dhe të presim që Zoti të bëjë atë që vetëm ai mund ta bëjë. Nuk e di si mendoni ju, por a nuk ju duket e gabuar mënyra se si mendojmë ndonjëherë? Ne jemi partner me Perëndin. Kjo është gjëja më e gëzueshme në marrëdhënie me Perëndin. Nuk është se ai komandon dhe ne nuk kemi personalitet, nuk kemi vullnetin ton, apo s'mund të marrim asnjë vendim. Shumë e shumë herë Perëndia do të jetë me ne ndërsa ne marrim vendime dhe nëse ndonjë nuk funksionon ai do ta kthejë në rrugën e drejtë. Është pjesë e qenit njerëzor. Ai nuk do që të bëjë gjithçka për ne. Ai do që ne të punojmë së bashku në partneritet për të bërë vullnetin e tij në tokë. Amen. Kështu, më mirë t'ju paralajmëroj që në fillim, se ndërsa ju flas për këto çelësa, për një mrekulli, do të ketë edhe një përgjegjësi bashkëngjitur për pothuajse secilin prej tyre. Por e dini çfarë? Një njeri i papërgjegjshëm është njeri i palumtur. Nuk mund të jemi të lumtur kur thellë në zemrën tonë e dim se nuk po bëjmë atë që duhet të bëjmë. Vërtet, s'mund të jemi të lumtur, s'mund të jemi dembel dhe të lumtur, s'mund të jemi të pabindur dhe të lumtur.
Unë po sfidoj gjithë se cilin prej jush, dhe po sfidoj përsëri edhe veten time. Le të bëhemi shumë më të Zot, në bindjen e plot, të shpejt dhe të menjëhershme, ndaj asaj që Zoti na thotë të bëjmë. Le të mos jemi nga ata njerëz me të cilët Perëndisi duhet të merret 1 vit e gjysmë, që ata të bëjnë diçka të thjeshtë që mund të jetë ndryshuese për ta. Ne i kemi thënë, më duhet një mrekulli, dua të më ndihmosh, dhe ai po na tregon diçka që mund të jetë, ndoshta t'i kërkojmë falje dikujt. Thjesht, e dini, ne kemi vepruar keq, tani duhet të kërkojmë falje. Forca, rrituni, merrni përgjegjësi, mos u justifikoni dhe thoni herën e kaluar, kur ndodhi ajo gjë midis nesh, unë u nxea shumë, ishte plotësisht faji im. As është e vështirë kjo gjë. Her pas here do ta ndajmë fajin, por ishte plotësisht faji im. Kjo është e vështirë dhe as pak e këndshme. Por e dini, janë fjalë çliruese. Kur ne nuk nxjerrim justifikime dhe fillojmë të marrim përgjegjësitë tona për gjërat që bëjmë gabim, do të ndihemi shumë të çliruar. Satani do që të jemi të mashtruar, duke gjetur gjithmonë dikë tjetër për ta fajsuar, që ne të mos e rregullojmë kur problemin ton, nga që kur nuk do të marrim përgjegjësi për të. Dhe e dini, askush nuk do të vijë të zgjidh problemin ton. E dini, 3 zonja diku aty nga mesi janë dakord. Çelësi i parë për mrekullinë është lutja, gjithmonë lutemi, kjo është pjesë e çdo gjëje. Dhe më pas, mos u lutni që Perëndia të rregullojë gjërat për ju, por lutuni që t'ju tregoj të vërtetën. T'ju tregoj se cili është problemi i vërtet. Dhe ju mund të mendoni se është dikush tjetër. Forca, e dini se ku dua të dal. Mund të mendoni se është dikush tjetër, por ndoshta Perëndia dëshiron t'ju tregoj se problemi jeni ju. Forca, mos më bëni të punoj kaq shumë dhe t'jem e lodhur gjithë ditën. Ndoshta e keni dëgjuar këtë histori, por ja vlen ta përsëris. 40 e ca vite më parë, ndoshta 42 vite, kur unë vërtet fillova të kem interes në studimin e fjalës. Të studiosh fjalën është e rrezikshme sepse fillojmë të mësojmë të vërtetën. Dhe atëherë kur e mësojmë, bëhemi të përgjegjshëm për të. Dhe nuk mund të luajmë më kartën e njeriu të paditur. Perëndia i dha mëshirë Palit kur po persekutonte kishën, sepse ai kishte zell pa pasur njohuri, ishte i paditur. Në fakt mendonte se ishte duke bërë gjën e drejtë. Kështu ndonjëherë kur vërtet nuk e dim, Perëndia na jep një periudhë më të gjatë hiri, por sa herë që të hyjmë në një ndërtesë kishe, sa herë të ndezim televizorin dhe të shohim dikë që predikon, sa herë lexojmë një libër të krishterë, sa herë dëgjojmë një CD të krishterë apo shohim një DVD, jo vetëm që dëgjojmë diçka që është interesante, por edhe ngarkohemi me përgjegjësi. Çfarë mendoni se do të ndodhte në botën tonë nëse vërtet do të besonim se Perëndia na ka thënë të bëjmë apo të mos bëjmë diçka, të mos debatonim, por të bënim atë që ai tha? Forca, ju e dini se sa larg do të kishit mbërritur tashmë. Mund t'ju them një sekret që kam mësuar? Kam jetuar shumë gjatë. Më gjatë se sa shumë nga ju dhe ja sekreti që kam mësuar. Perëndia s'do të ndërroj mendje. Kështu nëse ka ndonjë ndryshim që duhet të jetë ndryshim në ne. Kështu gjithsesi, unë u binda 42 vite më parë se të gjitha problemet e mia, inati im, qëndrimi im egoist, mirë, jo, as nuk e mendoja se e kisha këtë atëherë. Zemrimi im, mungesa e lumturisë, humori im i keq, ishin të gjitha
Faj David. Të gjitha këto, a i luante shumë golf, a i nuk ishte agresiv sa duhej, a i shihte shumë futbol, a i bënte pak si shumë shaka, nuk e kishte mendjen aq serioze sa unë doja ta kishte. S'më ndihmonte me punët e shtëpisë si doja unë, e me radhë. Një ditë unë po lutesha, kisha mësuar të lutesha, jam e krishter karizmatike, kam mësuar si të lutem. Dhe dija të lutesha, unë të qortoj ty, Satan. Unë të rezistoj në emër të Jezusit. O, Perëndi, Perëndia im, duhet ta ndryshosh Devin. Vërtet, kisha gjithë emocionet dhe çdo gjë. Dhe e ndjeja që Perëndia donte të më të rishte vëmendjen, por unë isha e zënë duke u lutur. Forca, jeni ndonjëherë kaq të zënë duke u lutur sa se dëgjoni Perëndin? Dhe ja se çfarë më tha Perëndia. Po, Perëndia më foli. Kjo është ajo që Perëndia më tha. Problemi nuk është Devi. Dhe ja çfarë mendova pas kësaj. E pa atëherë kush është? As që nuk më shkonte ndërmend, as nuk e imagjinoja dot ndonjëherë se mund të isha unë. Tani, të dashur vëllezër dhe motra, kjo gjë quhet mashtrim. Dhe i thash Perëndis, nëse jam unë, atëherë ma trego. Lutje e keqe. Lutje e keqe. Kështu për 3 ditët në vazhdim. Perëndia më shpalosi se si ishte të jetoje me mua në shtëpi. Forca, jam duke i folur dikujt nga ju sot. Dhe unë qava për 3 ditë. Vërtet qava për 3 ditë, zbëra asgjë veç se qava. Do të më pëlqente të thosha se kjo ngjarje për lotur më ndryshoi. S'ndodhi kështu. Ajo më tregoi disa gjëra, por pastaj më desh një kohë shumë e gjatë që të zbatoja se cilën nga këto gjëra në jetën time. Kështu po ju pyes përsëri, kujt nga ju i duhet një mrekulli? Sa nga ju po luten dhe po i kërkojnë Perëndis një mrekulli? Sa nga ju po e kuptojnë pikërisht tani se do t'u duhet të marrin edhe disa përgjegjësi? O, mirë, gjysma e njerëzve ka nevojë për një mrekulli. Nëse qëndroni në fjalën time, jeni me të vërtetë i shepujt e mi, ju do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. Por s'është veç dëgjimi i të vërtetës që na bën të lirë, është bindja ndaj të vërtetës që dëgjojmë që na bën të lirë. Edhe pse e dhimbshme, dua t'ju kërkoj të harroni pjesën e të tjerëve në problemin tuaj përveç pjesës që keni vetë ju. Edhe njëherë, edhe pse e dhimbshme, mund të mos duket e drejtë, merrni vendimin të harroni pjesën e të tjerëve në problemin tuaj, përveç pjesës tuaj. Tani dëgjoni. Sa po ne themi këtë, me njëherë mendojmë, e po, a i do t'ja hedh pash me atë që bëri dhe kjo s'është e drejtë. Forca tani. Perëndia është hakmarrë si ynë. Perëndia do të merret me armiqtë tanë, por s'do ta bëjë derisa ne të mos përpiqemi më. Perëndia është hakmarrë si ynë. Ai është Perëndi i drejtësisë. Ai është i vetmi që i bën gjërat e gabuara të drejta.
Lexova këtë së fundmi. Madjesisht as artikulli krishter, por mendova se është deklaratë e bukur. Gjëja e parë që duhet të bëni, nëse doni vërtet të keni liri nga zgjedhja juaj, është nëse do të merrni 100% përgjegjësi për pikën ku është jeta juaj tani. Mira, e dini sa e vështirë është kjo gjë? E dini sa komodesh të arri këtu? Vërtet, unë jam kështu sepse i mata abuzoi me mua. Dhe jam kështu sepse mamaja ime më braktisi, ajo e dinte dhe nuk më ndihmoi. Unë jam kështu sepse burri im i parë ishte kriminal dhe hajdut dhe shkonte edhe me gra të tjera. Unë jam kështu sepse, dhe unë jam kështu sepse, dhe unë jam kështu sepse. Dhe e dini çfarë vuri Zoti në zemrën time? Është e vërtet. Kjo është arsyeja pse je kështu si je, por mos lejo të bëhet justifikim që të mbetesh kështu. Dua që të kujtoni se njohja së vërtetës dhe marrja e përgjegjësisë për të vepruar janë çelësa të rëndësishëm drejt mrekullisë.